Janë shumë njerëz thjesht, janë njerëz që unë dje shkova në një fshat pothuajse të përhumbur, 4 kilometra larg nga këtu ku janë, dhe ti shikon me një naturalitet njerëzit që nuk kanë fare të bëjnë me teknologjinë, edhe të shikojnë ty thjesht si një i huaj, edhe vazhdojnë atë jetën e vet, me atë qetësinë e vet, me atë lumturinë e vet, duke luajtur në ato borret e tyre që rrugët më të gjata ndoshta janë 200 metra të një fshati të vogël. Kështu janë gjitha këto gjëra që ty të lën diçka, janë gjëra të reja për ne. Janë njerëz që nuk janë shumë zhvilluar nga teknologjia, thua? Jo, të gjitha shtëpitë që është pak në zona këtu përgjatë këtij lumit që kanë parë disa fshatra, nuk kanë madje as televizor nëpër shtëpia, absolutisht jo. Edhe hoteli ku ti përqendron është i këtij profili? Jo, nuk ka hotel. Sot unë që të bëja live-in me ju, do të postohesha në një hotel tjetër, në një fshat tjetër, dhe më thanë që nuk ka as lidhje telefoni, nuk ka as drita, nuk ka as ujë. Po si a dalin, është vend turistik, pra shkojnë turistët në këto vendi që s'kanë... Apo kur shkojnë për këtë arsye? Për të çlodhur. Jo, këtu është plot me turist, te kjo zona këtu vinë më tepër për trekking. Madje me këtë francezi që po flisja shpar, po më thoshte që kishte ardhur sot pas 5 ditësh për të lidhur me familjen e vet për të folur, sepse nuk kishte internet, e thash, "Okej, po ti jeton mirë, domethënë pa teknologjinë, po jo, ta jam shumë mirë dhe jam shumë i qetë." Wow.